Institucionet vendore në qarkun e Lezhës janë vënë në gatishmëri për përballimin e situatave emergjente që mund të krijohen gjatë periullës vjesht-dimër. Gjatë mbledhjes së Komisionit të Mbrojtjes Civile, prefekti Taulant Malshi kërkoi nga të gjithë drejtoritë dhe strukturat përkatëse që të jenë të përgatitura dhe të koordinuara më mirë në terren. Ai ka kërkuar kryerjen e një analize të qartë për mjetet dhe kapacitetet njerëzore, ndërsa ka shtuar se mos raportimi në kohë ka sjellë vonesa në bashkërëndimin e veprimit. Në territorin e qarkut Lezhë, dimri karakterizohet nga rreshje intensive shiu, rreshje dëtore, që shpeshherë shoqërohen me ngrica apo me fryrje të lumeve, dritë të mat apo edhe të terreneve malore. Njëkohësisht është evident edhe rreziku nga përmbytjet. Për këtë arsye është momenti që unë të kërkoj secili prej jush një bashkëpunim më të ngushtë dhe një koordinim me përgjegjësi plot në funksion të përballimit të këtyre situatave. Ndihet nevojshme të reglamentojmë për institucionet në lidhje me raportimet në kohë reale, ndërtim të institucionet prefektit. Simin zbatimin e planit masave nga ana e tyre dhe strukturave të tyre, sipas planit të emergjencave që siç e dimë ekziston dhe është funksional në çdo, është i kashëm në çdo institucion. Në fokus të mbledhjes ishte edhe mirëmbajtja akseve rrugore, veçanërisht gjatë rreshjeve të Borës dhe rrëshitjeve të Dheut. Zëvendës drejtori i Policisë Vendore të Lezhës, Taulant Gjoka, kërkoi nga kompanitë kontraktore të jenë më të shpejta dhe më të përgjegjshme në ndërhyrje, pasi sipas tij deri më tani ka ndodhur e kundërta. Ka të bëjë me reagimin e vonuar të strukturave përgjithëse, kontraktorëve kryesisht në mirëmbajtjen e rrugës, në hedhjen e lëndë anti-rrëshitse dhe sigurisht të mjeteve që kanë reaguar me vonesë. Ka pasur raste të komunikimit të herpashershëm nga sallat operative të policisë me këto kontraktorë që janë të listuar pranë strukturave përgjithëse të policisë dhe më vjen keq por e konstatoj që është një reagim shumë i vagët dhe meqense jemi këtu, do ishte mirë që secili prej nesh që ka përgjegjësinë për t'i adresuar këto problematika me qëllim që mos kemi përsëritje të rasteve apo mangësive që janë konstatuar në rinjësi. Komisioni Mbrojtjes Civile ka përcaktuar detyrat për çdo institucion, duke ngarkuar përgjegjësi të qarta për përballimin e situatave emergjente që mund të krijohen.